Kjo që është pas shpinës time, shkulla fushore e Turanit, vetëm pak kilometra larg nga qyteti i Korçës, ku dhe cila i përket shekullit 19 dhe është monument kulture i kategorisë së parë. Për mungesë të fondeve, kulla rrezikon shkatërimin e saj total. Kulla e Turanit është një objekt historik tradicional i vendosur vetëm pak kilometra larg qytetit të Korçës. E ndërtuar në shekullin e 19, ajo ka shërbyer si kullë mbrojtëse dhe banimi, duke përfaqësuar tipologjinë karakteristike të kullave fushore të juglindjes së Shqipërisë. Sipas kryeplakut të fshatit Ilir Skënderasi, prej vitesh, kulla ka pësuar dëmtime të shumta, por rreshtet e dendura të kohëve të fundit kanë përkeqësuar ndjeshëm gjendjen e saj. Për këtë arsye, banorët kanë kërkuar ndërhyrjen e menjëhershme të institucioneve. Para 10 ditësh kjo nuk ka qenë në këtë gjendje, ka patur rënje, murësh, ganash, ka patur probleme, kurse këto 10 ditë me këto rishjet e fundit, ju e shikoni vetë se si është gjendja dhe është kështu. Shëmbja e mundshme e kullës nuk përbën rrezik vetëm për banorët e 2 familjeve që jetojnë pranë saj, por sipas kryeplakut po ndikon edhe në largimin e turistëve të huaj, të cilët kanë shfaqur interes për ta vizituar. Është brenda oborit të një familje dhe rrezikon dhe jetën e banorëve, jetën e fëmijëve që jetojnë këtu. Turistët janë shumë të interesuar ta shikojnë, të pyesin për historikun e kësaj kulle, se është në llojin e saj e veçantë, por ama në këtë gjendje çfarë do shikojnë turistët? Nga ana e Drejtorisë së Monumenteve të Kulturës bëhet me dije se ekziston një projekt për restaurimin e kullës së Turanit, monument kulture i kategorisë së parë, por pa dhënë një afat konkret se kur mund të nisë ndërhyrja në terren.